do të vinë ditë të zeza për juve. Vallahi, do të keni frikë të esni për rrugë. Ky ishte mesazhi kërcënues i Ridvan Haqifit për shqiptarët e Ballkanit. Në qershor të vitit 2015, në Nofkën Abu Mukatil al Kosovi, ai paralajmëroi akte terroriste. Një vit e gjysmë pas këtij mesazhi u dha lajmi për vdekjen e tij në frontet e luftës së organizatës terroriste ISIS. Familja e tij në Gjilan pasi mori lajmin, hapi derën për të pamën. Kjo është lagja e tashmë të ndjerit Ridvan Haqifit, i cili u vra gjatë luftimeve në Irak e Siri. Familja Haqifi ka hapur të pamjen për birin e tyre 24 vjeçar. Televizioni ynë nuk u lejua që të marrë pamje në këtë familje. Një nga familjarët e tashmë të ndjerit Ridvan Haqifit tha se askush në familje nuk ishte informuar se ai do të merrte rrugën për Siri e Irak. Familja si kanë thonë, heqa se kanë ditë familja ku përshkon, asë ju ka kallëzu, kërkuj që ka kallëzu. Sipas tij, Ridvan Haqifi punoi si imam në një xhami afër fshatit të tij të lindjes deri në vitin 2012. Komunistë ka pasë rrogën 80 euro, shka me ba me 80 euro? I vorfun është, edhe baba i vetë është i vorfun, sot, nëna është e smutë. Gjemati i xhamis e Buanife në Gjilan e quajtën të pa kuptim pjesëmarrjen e të rinjve kosovar në Siri e Irak. Nuk janë në rrugë të Zotit, se këto gjë ka shku me bo krime, me mitë fëmijë, me mitë gra, njerëz. Lajmin për vdekjen e Ridvan Haqifit e konfirmuan edhe burimet tona brenda policisë së Kosovës, ndërsa Ministria e Punëve të Brendshme dhe ajo e Punëve të Jashtme nuk ka dashur të përgjigjen rreth këtij rasti. Radhëve të organizatës terroriste ISIS, Ridvan Haqifi ishte bashkangjitur në korrik të vitit 2012, ndërsa në vitin 2014 ishte bërë komandanti shqiptarëve në ISIS, duke zëvendësuar xhihadistin Lavdrim Muhaxherin. Sipas statistikave luftës së ISIS-it, janë bashkangjitur rreth 300 kosovar. Institucionet e Kosovës më pas hartuan një strategji të veçantë kundër terrorizmit. Kuvendi i Kosovës miratoi ligjin përmes të cilit pjesëmarrja në luftrat e huaja dënohet deri në 15 vjet burgim.